Ka qenë një rast, për shembull, që e ka trajtuar një prej dietarëve. Një rast shumë interesant. Vajza është rritë në familje ku ka pas dhunë. Vajza rritë në familje ku ka pas dhunë. Do baba ka thënë nonën gjithmonë. To e nëjë mund të përbuzë rrohje, bartima, ajo është rritë kështu apo. Dhe domthon ajo ka kriju përshtypje tash, apo është edukuar që thërim që burri do të më bërtit. Apo në situata është okay, kur ka që kështu apo nona ngrata punë, ajo që thon mësume po nonën skret babën në farlloj, domthon mreti aty që fjala e tij absolutisht nuk kontestohet, ajo që thon mësuam. Edhe ai ka shkuar te burri me këtë qendrim. Ajo është gruaja edhe ti, ai skel në kryq, skel në qafë, ai çdo ka shkuar. Ka qëtu me një burë që ka një edukat komplet dyshi, që thash për tashmëria. Ajo është një shpi ku baba i ti, shpesh i ka blinë në dhuratë. E ka pas nona ti shpesh e dhurata për babën. Një jetë me të vërtet e mrekullueshme bashkëtorë. Shiko, dallim hatash i madh mes dy ambienteve ku këta dy persona janë eduku. Tash parë nga këto dy ambiente tërësisht të ndryshme, këta tash bojnë lidhje bashkëtorë. Tash ai burri në punë. Nga kujdesi për ti, e thërë në telefon. Thot, për shumë kërëmit, zamër që shie, apo shove. Aja thot, që shpanë, që mu zamër, kjo ka dhe qëka. Dhe nuk e kuptën kjo normale, këtë cilë, se kuptën normale. Aja vi me punë, s'kini me më bëhë kërgjë, dalim dikon më nga drejkë. Ja, aja thot, diqka, kjo po dhe me bëhë, kjo po dhe nështë e ka dikon atë, dikon tjetër, pëtën të është sjellja ti normale, të kemë shkaktu para gjykime. Apo kupton që ndodhin problemet. Ai normal sillet kurrë. Ai punën e vet po e bën. Po puna e tij, sjellja e tij, dëshira e tij me pasje të lumtur ka kriju paragjykime të kësaj se kjo s'është e gatshme për një sjellje të tillë. Edhe tash ti për shembull, ai ata çdo sjellje të tij të mirë po e kthen arrogancë. Nga ajo po komunikon me burrin e saj jo mbi bazën e realitetit, po mbi bazën e paragjykimeve. Kjo është shpesh problem të na vllazën e. Realiteti është kështu. Domthonë këtë kemi realitet, kështu është sjellja, kjo është e kaluara, kjo është situata, kjo janë këto. Si bëjmë përshtypje? Përshtypje i bën, përshtypje kush i bën? Paragjykime. Po veç. Po ç'është ki mundsi me dhon përparësi paragjykimeve dhe zvesëve djallëzore ndaj një realiteti që po e prek. Ti apo ç'është po sill me ty? Po që ka diçka, kush e di pse po bën kështu? Se ka kuptuar që është normale kjo punë. Nuk rrit në ambient të tillë. Edhe sa po ky po bën lule, ai arrogante. Këtë dikur ka filluar të më kaluar edhe në punë, domthonë pak edhe shqetësim, ka kjo gru. Tash kjo rast i vërtet, ky po ka dhënë njerëz si përvojë tash na më marr mësim apo. Thot fatkeqësia është domthonë se ky njeri, ky djalë, tash te domthonë ka filluar me dyshu në edukatën e tij. Fatkeqësisht, domthonë dy ambiente kemi pas, ambientin e dashurisë edhe dhunës. Në vend që ambientin e dashurisë me e rregullu deformimin që e ka shkaktuar dhuna, ka filluar ambienti i dhunës apo me e deformuar dashurinë që ka shkaktuar ambienti edukativ i dashurisë. Edhe ka filluar kë me dyshu ka dalë thotë unë po bëj mirë kjo kështu. Edhe fillon tash kjo me kon arrogant. Të keq me të keqja. Dal ngadal një fjalë, sa më tepër ky po e rrit tonin, ajo po ul. Nga se tash si mbasoj, tash normale. Tash është burr. Tash është burr. Që kjo burri, tash më ka veç mu, s'ka tira se kjo, tash po mblen kjo muzika, pse kjo më mblen muzika, se kupton këtë çështje. Edhe thot ky dietar. Thot, këtu kemi një të mirë e një të keqe. E keqja është më e madhe se e mira. Thot e mira është se e kemi rrit një bashkëtorë, që nda këta jetojnë hala. A më keqja është se e kena humb, domthonë e kena humb një ushtar që ka luftuar kundër dhunës, e është bë fatkeqësisht në taborën e dhunës apo. Detyrimisht. Kjo është ajo pjesa e paragjykimeve. Kur realisht personi të bën presion, të bën dhunë, e sipas kësaj tash ta ndryshon sjelljen, ta ndryshon qasjen, nuk lën me kon, nuk është se paragjykimi bën presion. Prandaj hiqja do nga paragjykimet. Gjykimi në bazë të situatës, në terren bazë të rrethonave. A ki ku me kap? A ki pse po mënon kështu jo s'kam? Pa le, por vetë vetë çetonit. Janë vetë çetonit. Mos bë krahasime, po kanë ndodhur këtu e ka shumë këtu në ndërhyrje të panevojshme.